Hej të nderuar miqtë e mi, ja ku po ritakohemi sërish me mua Tirona Lilin në kanalin Monitor TV për të sjellur një përmbledhje të lojës të banorëve në shtëpinë e Big Brotherit. Nëse më parë komentuam Edin dhe komentuam daljen e mentorit, tani do të komentojmë qëndrimin e hyrjes që nga hyrja, do të thënë deri më sot, deri më tani, të Linda Ray. Linda Ray, një personazh shumë i komentuar, një personazh në fakt shumë i debatuar. Do ta them që nuk u prit ashpër nga publiku shqiptar, përkundrazi do të thënë ka një lloj qetësie në publik për hyrjen e Lindës, por ajo që në fakt mua pak më befason është se dua të kuptoj se çfarë strategjie Linda Ray ka përzgjedhur. Tani këtu është pyetja, a është apo bën? Kur flasim a është Linda natyrë humoristike, natyrë pozitive, natyrë që në të vërtet nuk e një gjuhën shqipe mirë dhe sherku t'i thot Shrek, apo është Linda që ka përzgjedhur këtë personalitetin për të hyrë në Big Brother sepse e dije që çelësi i suksesit të një banorit brenda asaj shtëpie është humori, është forma pozitive që ajo do të sjellën. Ekziston një lajm diku që Linda ditën e dieshme nuk ka qenë në shtëpi. Do të thënë është humbur për një afat kohor të gjatë, shumë orë të tëra, edhe më pas është rikthyer prap. Ajo që shoh unë te Linda, shoh që ka probleme shëndetësore. Do të thënë mund të ketë probleme shëndetësore nga të gjitha ndërhyrjet plastike që ka bërë, dhe mund ta ketë këtë problem shëndetësor, nuk e shoh shumë dinamike. Për shembull, kemi arritur që nëpër media ta shikojmë shumë goditse sepse Linda është shumë inteligjente, nga që ka patur debatet më të forta televizive dhe ja ka arritur që t'ja del edhe në panele me 5 personalitete që të 5 i ka goditur. Nuk më duket Linda një banore e cila nuk mund ta përballoj forcën e shtëpisë, nuk mund ta përballoj luftën që është brenda asaj shtëpie. Por mendoj që Linda deri diku është duke bërë një imitim të lojës së Donna Jamesit. Unë mendoj që Linda që nga momenti kur e ka kuptuar që do të jetë pjesë e formacionit të Big Brother VIP Albania, VIP Kosova, m'falni 4, ajo ka hyrë në YouTube edhe ka studiuar lojën se çfarë ka bërë Donna James, se po ta shohim në thelb për Linda është duke bërë po të njëjtën gjë. Ri me roba banjo siç rinte tër ditën e Donna, mundohet që të bëjë ngatrimin e fjalëve siç bënte tër ditën e Donna, mundohet që të krijojë humor, shaka në shtëpi, nuk është aktive shumë që në ditën e parë, do të thënë sa që edhe fundin e bukës, më falni në shprehje, e quan byth të bukës, do të thënë Linda mundohet që në mënyrë intelektuale t'i provokoj të gjithë banorët të cilët janë pjesë e shtëpisë së Big Brotherit. Dhe mendoj që kjo lloj strategjie do ta çon Lindën shumë gjatë, sepse Linda do ketë fatin dhe shansin që t'ua njeh karakteret, t'ua njeh mendimet, t'ua njeh veprimet, dhe mendoj që në momentin kur ato banorë nuk do ta presin, Linda do të godet në pikë të dobët të tyre. Dhe po ti prekësh në pikën e dobët, atëherë kemi të bëjmë me një agresion shumë të madh që vjen nga ana e kandidatit tjetër, apo si ti themi e banorit tjetër, dhe këtu nisën lufta, dhe këtu do të thënë do të shikohet më lufta e madhe për të mbijetuar brenda asaj shtëpie. Dhe unë Lindën e shoh deri diku një lloj imitimi të Donna James në të gjitha format, sepse Linda e pa shumë mirë se Donna mori dashurinë e shqiptarëve, mori mbështetjen e shqiptarëve, mori duartrokitjen e shqiptarëve me sjelljen e saj, me humorin e saj dhe me pozitivitetin e saj. Dhe kjo gjë, siç duket, edhe Linda dëshiron ta arrijë. Tani se sa do ta merr, ne nuk e dim, sepse Donna fliste si një grua katunare e Kosovës, ndërsa Linda është nga Vlora dhe sa do të jetë i qasëm dialekti, sa do të jetë i qasme natyra, këtë do ta shohim në ditët në vazhdim, por që e ka marrur lojën shumë shtruar dhe që në fakt ja ka dhënë vetes një mundësi për t'i njohur të gjithë banorët brenda shtëpisë, këtë asgjë e diskutoj fare.